Flamur, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë i lumtur që rastësisht u njoftuam takom. Se na treguan shokët e përbashkët që i kemi se Flamuri jo për Jodri, thash si mundet si nuk e njoh. I kujto arce, hallën e kompjuterit. E di. Ama në fillim e donitim tha për Jodri, thash jo be. Edhe nuse ime tha, po, e di kush o Flamuri, a se di kush o Flamuri? Thash, vin shumë keq, dhe si me kanë ignorant, po ka shumë artista në kohën e fundit edhe nuk mund t'i dish krejt. Janë bërë shumë. Po. Edhe, por megjithatë jam shumë i lumtur që i gatshëm për me ardh në podcast edhe që ti tha i e rrit në Odri. Une jam i Tearcës, fshati Tearc. A folim Tetovarçe, Kosovarçe? Su ndajti kam të Kosovës, ama kështu jam Tetovar, katunar. Si të dush ti? Okej, unë jam pi Tearce, po hallën e kam pi Odri. Kështu që kur më kanë i vogël, kom nejt shumë në Odri. Kemi hangër gështenja, kemi rshit me sanja si themi. Jo, be. Po, këse udhës të poshtë. Edhe unë kom shit me saj këto. Jo, ama unë kom ditë ma marrë se ta. Gjalli hallas na marrë ke sajnat, ama idioti mu man fund mandreshke. Be ma vajnuz mandresh be. A kishit me prakulic tani herë? Edhe me prakulic, po. Si ishte jemi na ka kënaqur. Po unë spari, si falimderim dhe si për respekt që më ke therr, deshta ta dhuroj çka të maicën. Shumë faleminderit. Është brendi tim, ndoshta ke dëgjuar ndonjëherë. Si jo. Ta veshish e ta gëzojsh. Faleminderit shumë, me gjithë qef. Flamur, flami. Po, kuptoj. Të uroj sukses me ka. Faleminderit. Se ka njerëz që fitojnë shumë lek me tesha? Pas jo, në Amerikë nuk i dihet se si mund të nisë udhëtimi një suksesi me kështu. Me brend, me tesha. Po. Dhe mendoj maj sa ma shtrenjtë. Kupton? Sa ma shtrenjtë. Se dukush ta blej, thotë se ne blej bënon ka shumë shtrenjtë. Edhe si e ka emrin Amiri. E di Amiri? Unë Amirin e di, ama Amiri shembull, ose Flami, dikush thotë se ti edhe me bon 100 euro një majic, dikuj ti vjen shumë shtrenjtë. Kuptoj. Na njerëzit paragjykojmë. Ti duhet me pa njerë materialin si e ka, si është materiali, sa gramash ka, si është punimi, mos na i mundesh me paragjyku. Mendoj 70 euro një majic në Gjermani është okej. Nuk është e teprume. Nuk okej. Po them këto janë Gucci. Kam shumë që i blej $700-800 një par këpuc, po nuk prishën me ja lujt nanën. Që unë i kam këto i kom blit 80 euro, a ven, më falë gjithë thoma, atë venera kam dinër të ato? Jo, s'vajnë kam. Jo. Mu më vajnë, se marrë lira. Okej. Njëren ishim në Bloomingdale's, ti ke qenë në New York, me nusën, blejmë kuliqe për besën, për vajzën. Edhe kjo tha, qëta pucët janë shumë të mira. Unë nuk blej shumë e shumë. Kur blej në sekund, e di se qka du. E në tha, qëta shumë të mira, buc, Prada. Edhe i shikoj $1,200. Wow. Thasha, do në t'i blejsh? Tha, jo, asë njëherë. Shumë shtrenjt, ja. Edhe shkoj nalt, po, i përqeshin. Edhe shkoj kjo Rehani nalt për kuliqen, kur erë poshtë, ndërko, pak si egoist unë në atë moment, i bleta një parë, edhe i vesha. Pucët e mija i shtina në kuti, edhe i majsha mosh, edhe i thamë, Rehanit thamë, a nuk shef t'i shka ndryshe? Tha, jo, thash, pucët, tha si shef? Jo, be i blete. Po pse i blete, shumë shtrenjt janë, edhe i këshon. Thash, po, a tha ti si i donë shumë, ti nuk deshtë t'i blesh, thash, hajt i blej une. Që ato kanë qenë pucët më të shtrenjta që i kom blej. Mani kam hala, edhe duken si me kanë dreja. Gjermani thot është një fjallë Gjermani, veja billig kauft zweimal, dhe me thonë, kush blejnë lirë, blejnë 2 herë. Ashtu. Normal, kvaliteti kushton, po nuk do me thonë që senet e shtrejta, materiale janë më të mira. Nuk do me thonë që një sen është më i shtrejt, më i mirë. Ama, si me thonë, a i blejsh një BMW, a i blejsh një kërë një Fiat, shihet dalimi. Kam pat disa vetura në New York. Një Porsche që e kom shit tash para se martu, 911 Cabrio, 2014-ës, kam bon ndeshje me ato nëherë. 2 herë kam bon ndeshje, nëherë mëra, kur të qelë derën, mëra njëni me një BMW 5,
kur gjo së ndodhi. Hiq. Tank, unë nuk Material. pa vetur, sikur 911. Pastaj, njënit, sa dola prej shpije, nus jam telefonoj kë, unë ju bona nervos tash sa dola prej shpije, lem rahat vetë me veti. Tu ha katë tja bëjk shumë, e kisha në sport. Oh my god. Edhe 400 kol, fuqi edhe në stop sign, i dha shpejtësi më ra njëni me një kombi me fëmijë shemëna. Shumë pak dritën ma prishi, por normal gjoba ajo problemi $17,000 kushtoj. Vëç për ta rregullu ato. Jam ja vlen. Tash edhe njerë unë e një vetin shumë krenar që më ke thirë, po kush të regoj qysh qërtë puna me më thirë mu. Jam shumë falenderus, mos më ke që kupto. Ti kishe pas edhe mesafir tjerë, ka në kishe pas? Ministra. Katrina Zekolli është ministre e transportit. Po, edhe Milej Mzekën e kishe pas, ha? Po, Milej Mzekën. Of. Milejmin e një moti, edhe njeri interesant, shumë njeri sinqert e keq kuptojnë shumica. Jo shumica, na sidomos të Ballkanit, a di që aj folim të tovarqeve. Mama e, se Kosovarqe e din bajnë... Oke, ki program është vetëm për fshatin tonë. Vetëm të tovarqe ki program. Pune e, jo veç shqiptarve, njërës të Ballkanit, perëndimore. Na e para gjikojmë, ne jemi pak racista. Shumë racista. Pak a shumë. E pra shumë, Milej Mzeka, jo se e kom shok si bab. Milej Mzeka e ka një të keqe, çdo kush për neve ka një të keqe. Ai çka mendon e thot. Ashtu. Ai nuk ka filter. Sjanin, ai nuk aktron, po është vetvetja. Që më pëlqen Milej Mzeka. Ama te shqiptari, ditën e sotit budallaki është mençuri budallaki. A e dini ju se Milej Mzeka është inteligent shumë. Normal. Ai ka shumë provoj, njëri e ka pa kretë botën, ama thash, për shqiptarën ose për njëse Ballkanit, ai njëri që është i mençëm është budall. Budall është i mençëm. Unë kam shumë respekt për ta. Qa boj qefin veç qa kum po. A dikush që ka pat probleme personale që tash unë s'kum pat me ata kur gja. Mu më nimon, më respekton. Që kam du... Duhet e me mdash, mu e më respektu. Po. Unë e njof Milejmin prej 89-ën. 3-4 vjetë para se me linë ti. Norvegji vinte se punonte në Suedi në televizor, kështu ishe contributor me suedes punonte. Edhe erë në Norvegji, atër kur vinte Rugova në Norvegji, se kishin provojshin ta rregullojnë Kosovën, kupton? Prej atëherë njo. Rasisht... Unë kam shumë respekt për Milejmin. Njeri mirë, po... është njeri ka shumë potencial, din shumë, ama thasht e shqiptari nuk vlerësohet. E ta është dhe e fillojmë një kështu GoFundMe, ja pagujna taksat. Njëme, është e vërtet se dhe jenë burg, Milejmi? Ja, e ka me kusht. Po gjithan një vjetë dhe jenë burg. Nëse nuk i pagun taksat, dë vije kjo Osmani ish presidentja dhja regulloje flokët. Ama ky vetëm flok lak të jese. Kom pasu një video me Milejmin, qatë video që kina fol në telefon, më doket se ka pas 600.000 klikime, 1.400 komentare, për 1.400 komentare, 1.399 ofendime. Shqiptari. Shumë me ofendojnë. Ky kali, ky shpioni, ky kështu, Serbi, s'bambre. bla bla bla. Shqiptari thotë sërb. Po, a i knaqet. Njëri ka kom deputet, ka bodi. Sa ma shumë ta ofendojnë, që aq ma shumë knaqet. Ama pse ofendojnë shqiptar, si kuptoj? Po ha, a nuk e njofin. Po se njofin. Po, gabim. Që të bëjsh. Flamur. Urna. Si tërë ti... Ka të lindi ideja për të bo se qka je bo. Ti prej këtu kur ki shku në Gjermani? Se ma shumë në Gjermani rria, Vitin 2003, po, ma shumë në Gjermani. Vitin 2003 kom shku në Gjermani, kom linë të arsit Kalzova. Pasa ki pat natë një që ti e? 11 vjetë, po. Kom shku në Gjermani, kom puna për 11 vjetë në gastronomi të babajem, mëse kom kry fakultetin e aktrimit, jo marra gje me filma, me seriale. Me aktrim në shkollën në Gjermani? Fakultetin e, po, universitet në Berlin. Oke. Unë jam rritë në Norvegji, po së më pranojshin shkollë të aktrimit në Universitet në Norvegjis. Pse je shqiptar? Si jam i huj, se nuk kishin nevoj për Henrik Ibsen, se këtë të ka... Ma u konë fështirë, në Berlin u konë shumë, unë u konë i vetë student në Universitet Oslander. E mira se ti mund t'jeshe në Gjerman, ty më dukesh si naci.
Ama veç krajnë e kam të madhe. S'ka Edhe shtyp lidhje, mes e ti pi naci, gjepit. ti mos e kallëzo kryen mas, se e shohin se Krajnë e keflet në shtep me gjep. kam qëlloma. Në gjep. Po, në Norvegji, rolet që I fitosha unë ishin kështu reklamat, po thëmë, për Italian soups, në trenat e Norvegjisë I reklamojsha italian si I rejshna se jam sicilian. Se e kjeti një... Si, italiano, E kjeti një... Jo, albaneze, mozzarella caprese, spaghetti bolognese, si. Nuk ka pat... Shqiptar, kur shkon në restoran shqiptar. S'kishe Google atëherë, kuptan, unë e bleta një libër për këthyës, kështu, edhe ndigjesh, I lexosh apo thëmë, I mësosha italisht, fjalët. Come va oggi, andare diritto, la prima strada Ci vediamo domani. Se po, edhe tërsen që s'ka nuk disha, e avisha një o në fund. Ama pse shqiptar, I shembull nuk tregon se on shqiptar. Jam italian. Kum shku te do Slatinës. Slatina, ka thënë Slatin. Kum shku në Berlin, çella restorani Slatinato. Ai emrin Irfanato. Po. Thash, gjermanisht voja kom ti pikaini. Thash, sì, siciliano, thash, sì, budalato, thash, uitharato, I Slatinato. Dhe ta kallëzoj një... Krahen si televizi, në thot jam italian. Po. Pse? Se tha hikin misafirt, nuk vënë misafirt më. Thyve vllai jam shqiptar. Po, problema se ti I e qaq I mirë që e ban punën, kupton pizzan e kiet mirë, kreti kiet servisin e kiet mirë, e në manë fund ja jap kreditin italianet. Ishe blerimi në New York në herë dhe u ishim blerim? Destani. Ai aktori? Po ai. Aktori. Edhe shkum te Fourth Season, te Battery Park, te Statue of Liberty, atje bashk, vëshunë e naj. Edhe ishim në hotel, atje në lounge, night. Po. Edhe tu bo muhabet me blerimin, u hunsh një grua, të një feman. Edhe bon muhabet, dhe thash blerim falë të shkoj deri në WC. Shkova në WC, kur erdha, blerimi tha të shkoj në bësa shkoj në WC. Dhe kjo më thot mu, are you Italian too? Thash, who's Italian? Tha, your friend. Thash, he's not Italian, he's Albanian. Adi e ka rejt ato. Edhe kur erdh blerimi. I thom, nuk më interesona preket. Thash, o blerim, pse rejt e me? Shqiptari Parrenas, po Shqiptari sa ngrohet sa ba e para. Treje, e në dita kujt I bojt do. E në treta ketë, si vajnë, me thashë theme, kësho me shërë. Po, ama unë nuk e kuptoj, thash, pse rejte? Ketë marat e kje, Bukurosh, I gjatë, Pareli, në Gjermani u pizdo matër. Nëse në ta I rejnë si Italian, hajt, luja në. Thash, no, he's Albanian. E kur jarë kjo, tha, you're Albanian? Shteta folim drejten me një vakët, shqiptarët, a deshtu në Italian, se ne shqiptarët e kena pat një shqiptar Albanian, rruju për shqiptarit. Ama sot, ka ardhë një kohë ku shqiptari kam ri, folim shemor Dua Lipa, Beberegja, bla bla bla. Kemi... Edhe unë sot këshim thonë jam shqiptar. Ama ma para, a desh të thunë se jemi italian? Po, unë kalzova pak e pata një rast në New York, edhe kur më pyqin FBI, më thënë, are you really Albanian? Thash, yeah. Po, a je shqiptar me vërtet? Thash, po. Me origjinë. Thash, se t'kina ndigju në telefon, se shqiptar, po kemi mendu se I rejnë njerëzit, se ka mendu se jam italian, e I rejnë njerëzit se jam shqiptar, t'i frigoj. Ama prapë sot shqiptar thash nuk thënë ma, sidomos në Berlin, se shqiptarët janë kanë shumë sukses në Berlin, me restorante, gastronomi, nuk thënë ma se jina italian. Thënë jina shqiptar. Ka shumë pak. E në njerëzit venë, rallë ka. Po. Kumeta parës me tregu, fakultetin në Berlin, e kryta mësoj me seriali, me filma, qësha. Bravo. Në Gjermani t'jesh I huj, edhe t'kesh sukses që ke pati me projektet. Gjermani ta mundëson, ama Gjermani ka një sen qef t'integrohesh. Po. Kush duhet me integru? Unë kom pa shumë respekt për Gjermanëve, sidomos fillimin e karierës kom pat më shumë mbështetje për Gjermanëve sa për shqiptarëve. Ama në shqiptarë më kam mbështet, jam falenderus për çdo mbështetje dhe për respektin. A ishin, po tham, prindrit, a ishin kundër? Po tham, se ty e ke vendos në një kokë të shkojnë shkollë. Po, tamam, prindrit e mi se kanë dhe shkollën, se
Shumica shqiptarëve më para si mentalitet se e kina, Po. që i bon baba të bojnë e fëmija. Po. Baba e kam gastronom, e ka thonë shkollën, lene shkollën s'ka për shkollës, shkon gastronomi. A mu në kom pat atë mendim për herë, unë mendoj pa shkollë s'ka, shkolla edhe disciplinon edhe të bon njeri kështu. U konë pak vështirë, ama njeri kur do në me mri diçka, Ja. është e mundur, kretë me i bo. Unë e majmen kur I tregova babës tem, babën e kam pat mësus, në Norvegji dhe I tregova, thash, të shkoj në Amerikë. Pse? Thash, të studioj. Se së mapin mundësi këtu të shkoj në shkollë teatrit. Dhe janë në Angli, janë në Amerikë. Në Angli patë audicion të Royal Academy of Dramatic Arts. Nuk më pranun. Pse? Ku e di. Dhe nuk të tregojnë pse. I audicion, pale sa njerëzi provojnë prej krejt botës, dhe nuk më pranun. Shkova në New York, më pranu në Lee Strasberg Theatre Institute, dhe shkova në adje, e përfundova shkollën, më dhanë vizë për të punu 2 vjetë. Edhe pas asaj, kur përfundova I thash nënës, më shojni pare për Tiranë, edhe se... Nuk më nëtë pare. Tha, ja, hajde në shpaj. Qarë shpaj? A u integrove atje? U integrove, mësove gjuhën? Drejt ditës parë. Pa I kom ditë gjuhën. Se në Gjermani ju e kini pak ma ndryshe me anglishtën. Ju jeni pak kundër anglishtës. Norvegjia I ka kretë filmat janë me titulla, po thamë, janë anglisht me titull norvegjeze. Ama gjuhë Gjermani është shumë shterë të mësësh. Ma e fëtaro se anglishta? Norvegjishta është germanske rase, kësho, po thamë, me forti gjermanisht tash, unë të kalzoj shumicën se qka jetë fort. Se një familje janë. Parës thaje kome t'i bo do pytje. Kuj kje ato pytjet? Si kam. Kuj kje? Hajde, kalzoj me pytje. Ta shof pytjet. Ha, s'kam dhe një pytjet mirë? Jo, këtë ma regje. Oke, haj, si e vendoset bëhësh, nuk e di, ti aktor, po si e vendoset të hish në TikTok edhe në YouTube edhe, se e di se sa rëntësh. Ditën e sotit, unë e mendoj për aktrim, a kam para koronës, sidomos ma letë. Ka pat ma shumë shansa filma, po kjo puna e filmave, industria filmave, apo shumë fështirë. Ekstrem fështirë u ka po. Edhe ka ndryshu shumë. Po, shteje I detyruar për me bo dhe social media. Të bojsh TikTok, të bojsh Facebook, Instagram, si influencer, si creator. E në, is okej, e boj me gjithë zemër, me gjithë shpert, ama nuk është atë shkollaj si duket. Ka shumë punë. Ama aktrimi o aktrim. Aktrimi që ata e këmësu, ata e di mas mirti. A me ndonë se është, po thëmë, marant për mi grumbullu ndjekësit, edhe për mi mbajt. Se da jo është... Shiko, shumë njerëz I ftyra publike, une I urej shumë ata njerëz, ata ftyra publike, që janë mendemath, që janë mendemath. Urej njerin shumë që është ftyrë publike, është mendemath. Se më konë modest s'ka ma mirë. Modestia të bon edhe simpatik. Po për me I majt ndjekësit, duhet me respektu, duhet me bati qka. Ti si muzikant, që nëse s'ban muzika I hup ndjekësit. Edhe s'duhet marru një sent pa ndjekësit si askushi. Pa fancat nuk je askushi. Normal. Po këtë shpesh erojnë. Kom pas edhe kolegë që kemi s rrugëve, kanë ardhur njerëz me bo foto, hecës për të me bo foto. Më fal, kush je taj, valla? Kush je taj? Pa lafësh I pite arse nuk do të bëjë foto. Sot je aktor nëse si askushi. Vitali Klitschko, Vladimir Klitschko, Enver Idrizi, pa keq kuptime, janë emra të mëdhaj, ama ata I kanë bërë do vjet sot s'janë askushi, shkur të shqip. Kuptoj. Do t'i respektojsh, ama sidomos unë foli për neve shqiptarë, se prap shqiptarin nuk e fugje, ma më bëjnë I nati, kur bon njeri mendje madh. Për ka bosh mendje madh? Po, e ki pa, po thëmë, Ronaldon, I hinë fëmijët në stadion, a I për herë bën selfie me ata. Ronaldo nuk kanë shmendje madh. Po nësa. E ai ka drejt me kanë mendje madh. Dwayne Johnson. Ja, Dwayne Johnson, The Rock, ka shumë ftyra publike. Mahmut Ferrati. Mahmut Beluli me Shret e Ferratin. Po ju, një me Mahmut Ferratin e keni pi Odri? Po be kushi e kam që që poshtë ka shpaj. Kushin. Rajnë Prishtinaj. E ka zom një se drejt. E kam unë një shok pi Odri këta. Po. E ne shumë njerëzi kanë folë keq për ata. Për Mahmutin, a? Jo për Mahmutin. A njofish Valton doktorin. Kushi e kam e në ata. Ku këta? Po.
Duhet ta kallëzoj shtej. Dha këtu në fund. Apo të foli për Valtonin. Valtoni është doktor anesteziolog. Po. Në Valtoni, kur kom qenë në fakultet në Berlin, ka ardhur në Berlin te tezja te halla, edhe më thirrën telefon tha bon me të vizitu. Unë punojshim në spital. Kuptoj. Për me fitu ishim, domethënë, fakultet, s'kishim parë. Duhet atë jam konsideruar me punu në spital, operation, atë në operacion. Edhe Valtoni tha bon me të vizitu, thash hajde. Erdhi Valtoni. Sa ajo doktor, po. Sa ajo doktor është. Tha ta shoh si on sistemi këtu bla bla bla. Thash, "Okay, hajde." Edhe mu duk shumë simpatik, shumë njeri i sjellshëm, respekt ekstrem. Edhe Valtoni shoqen e ka prej katunit tem. Shoqja e Valtonit është mjekja e jon Am. Okay. Fëmijë të unë. Prap nesa të foli kosovarçe. Prap me tetovarçe të foli. Ta i fajt. Ta i fajt. Se shqiptar, jo ta i fajt. Janë familje mrekullueshme. Po, shumë babën e ka doktor. Ene Valtoni, çella, ne njerëzit si na askush nuk jena perfekt. Veç Zoti është perfekt. Ashtu. Si cili ka një gabim. Valtoni e boni një gabim. Spitalin e Tetavës kishte një live në TikTok. Po, e maj men. Unë me të kallëzoj drejt, hala ditën e sotit nuk e di bashkë ka ndodh, ama kallëzoj njëri, fol tjetri tu ngjall, njerëzit pak e teprojnë, japin pas si thëmë ne. Mizën bollec. Valtoni ka një live në TikTok. Tu kanë njerëzit, sidomos pacientët femrore, tu kanë tu kontrolluar, ka një live aty në sallën e operacionit edhe ka fol me bla bla edhe jem pa mas Valtonit gratë si janë shtrim aty edhe sidoqoftë. Edhe Valtoni u kanë në burg, më duket 3-4 muaj. Nuk e di sa gjatë ka kanë, e di se ka pat burg shtëpiak, më duket. Burg shtëpiak. Unë nuk i dal zot se kam shok. Vallai nuk i dal zot. Nëse shkojmë mas ligjit, Valtoni ka bo gabim. Ka bo gabim, s'ka drejt. Nëse e ka bo. Mos e dilizot taj, mos e dilizot se ki katunar. Jo, po e kam. Taj mos e dilizot se ki. Unë e njoh prej kur ka lindaj. Unë e kam shok. Taj e ki katunar. Shtë asun si dilizot, as taj të mos e dilizot. Ama gjithu të thëmë, mas ligjit, aj, okej, ka him burg. E ka bo të ditët në regull. Po shtej, më kallëzaon se Valtoni prap dhe him punë, si anesteziolog. Ati licencën e kishin marrë, më duket. Unë ju kisha lutë njerëzve, ku janë, ne njerëzit këtë bëjmë gabime. Kërkush nuk është perfekt. Unë e thash, nuk i dalë zot, po prape kom shok ku dhe mundi t'i ndihmoj. Mos mendoni se Valtoni është njeri si mendojni ju. Se nuk është njeri. Ja, nuk ka hiç. Valtoni është djalosh. Po, e ka bo gabimin, e nuk kom bo një që gabime një jetë. Mendoj Valtoni ka kërku dhe prap do kërkoje publikisht falje që e ka bo ata. A ka kërku falje, nuk e di ata? Ka kërku falje, sa e di unë. Ama unë mendoj që Valtoni duhet kërkoje publikisht falje. Më falni kom bo gabime dhe unë jam njeri se që të boje. Po. Ai se ne bon shte e ka bo mo. Se ne thken, me mund të thkesh të thke, ama e ka bo. E një kisha lutë, sidomos njerëzve, mos t'ja shojnë familjen në internet. Ja, nuk si ati s'ka kur gjo ma se njeri ka callë, ka thmi. Unë ja wap fjallën se Valtoni është me të vërtet shumë djalosh. 100%. 100%, janë familje mrekullueshme, janë matë... Ai gabim ka bo, ne bëm këtë gabime. Po. Ama... Veç hoxha zboj. E kalume. Bon, gjithot hoxha, mos bon gjibon hoxha. Po, ashtu. Që po tha mune dje, shkoj nuk se me dëkun kur e ku shkoj, në tha mos harot ishte ish të maqinë. Kur erdhë, ti erdhë në gjete jashtë të e lajtë terasën, edhe erdhë kjo. Ne shkum hecën pak, më tha si kishti të maqinë, kur erdhë nuk kam folke. Thash, kom gërku falje publike. Ama më duket si e shof, s'ka në bashkë burri. Jo. A i frikë është grus? I frikë në shumë. S'ka në burë. Ti e pa martu, apo? S'pas ka herë pita. A je martu? S'pas ka herë pita. A ki e grue? Unë jam i martu, mos qama kur të martuhem, unë e grus si frikëm. Burri o burë, gruja o gru. Burri o burë, gruja o gru. 500 euro i ki e pi mu, kur të martohesh bashkë du të... Që të t'ja punë 500 euro në udhër punë. Bashkë du të shofë se... Ama ne ku metën punët e hoxhallartë, besom shtej... Ti unë dhe gjejnë gjujnë të hongër që tek me thau për pinotës. Me hithna. Me hithna dhe t'i gjegin për... Ta i pisklema në vadë shkoja. O Luan, që të 500 euro të meri, se keq ka në martesa. Ama ku metën punët e hoxhallartë, se ne bëjmë shaka... Njeri taj. Ku met punët e hoxhallartë, se ne bëjmë shaka, ama të kazu drejt, e ne këto hoxhallartë me këto tonët, me gjematin se kanë kollaj. Ai hoxha i ngrati fol, që kësë pëlqen hiq. Ai hoxha fol, a gje kalzo dirë, këto rejnë telefon. Ai hoxha thët vërtetën këta, ku dinki, ku dinki. Telefonër i në gjami, ja?
Çdo Se ditë. di, s'kom kanë moti. Po vetë kum bo para një 4-5 vjet. Okay. Në thash ai s'bon be kështu se nime. Ai folën atje, të rash në telefon. Kur kom kanë unë në xhami renin e funit, shkojshin të tovë në poshtë, forçin kabinete dje me njerëzit. S'kishe kështu as celular, as kur nisë. Ama xhamojnë kishit bo pallat në Nodri, ja. Ai ka zotret ku i keni marr paret njerë. Pi njerëzve. Sa banorin ju këta Nodri? Nuk e di, ka 350 shtëpi ndoshta? 350 shtëpi. Ama sa parë ka kushtau xhamoja? 1 milion. 1 milion. Po ka keni marr matematika kërkon. Si cili ka dhënë ka 10.000. Sa dhe ka 10.000, rrogën ka 200 euro në muaj. Po ka. O e matematik shqiptari, hajde mashallah. Ja i kena marr pi Siris. Ku e di unë? Ama nime jo, shtën halal vukov, xhamojnë kishit bo, bravo. Të bëhet shumë fort. Shumë, ama s'ka be njerëz këto, nga ta? Po ha, kjo a vjetru këtu, edhe po, të hekin, dhe qojnë gjë poshtë. Çka të bësh? Inshallah, jo, më duk merë, u gëzova se një me shamparjen për çka pak veta. Po, nuk e di, ka e kanë vendos të krijojnë një xhami tjetër, po ashtu është kështu atmosfera këto moment. A je kështu fetar? Unë do të pa e staj. Selam aleikum. Je fetar? Bravo. Besoj në Zot. Beson në Zot. Po çdo kush për veti. Ja, unë kur isha se e kam kallzuar duket me Milaimin, nuk e di. Kur isha i vogël, dëshna të bëna hoxh. Se më thëshin se hoxha. Shi që gjithë si bu. Se më thëshin se hoxhallar kapin shumë femra, di, këtë gjimin të frihen. Ama çela hoxha është hoxh. E ne është burr. Po. E ne është ja shkruani Emali asaj. Trang. A ne thkeci satelita? Po. Oh my god. Po isha në Norvegji, të shku të xhamia pakistanezëve, se në atë kohë s'kishin shqiptarë në xhami në Oslo. Ama kanë xhami shqiptar në po kanë. Po. Në atë kohë, e kom patu në 10 vjetë, të me thonë para 40 kurisa vjetëve. Shkova në, isha nisë në xhami të pakistanezëve, se do shna bona hoqë. Dhe këtu shku atje, kur më rinë ai kishin bloku norvegjes të policia atë xhamin, dhe një norvegjes kishte fuk hand grenade mrena në xhami. Edhe ka eksplodua ajo. Racist, kështu nazi. Edhe unë u largova, shkova në shtëpi, se në himo, kur mori vesh nëna jeme, tha mos shko. Pjaki jem të kështë shko, se ato nuk dhe bëhot ajo, nuk dhe ndodhe mo, jëpe nuk shkoj. Edhe i thësha pjaki tem, ato nuk janë muslimon si ne, se kur bin, me gishta bëjnë, kur diçka bëjnë, pjaki jem të ke, po ti a kishku të vazhlojsh gishtat atina, a kishku të falësh? Po, në dekoncentrojnë, si shloje, a duhet të në unet njefi, ku di që njefi? Ama, Luan, unë mendoj puna e se ka dikush preket shumë frek të religioni, unë mendoj, se veqëm, unë mendoj se religioni, a e falmja, a e agjinomja Ramazan, a e pimja alkoolit, është janë këtë se në personale. Po be? Unë e gjenoj, prej kur bi, deri të mdel gjumi. Unë mendoj se unë shumë prekem, kur vjen dikush man ligjërata, më thot mu, unë haxhinoj, maj Ramazan, unë spaj alkool, unë shkoj në xhamaj, më fal, atë pajta? Jo, gjë më intereson. Ta i falësh për veti, për Zotin. Ta i mash Ramazan për veti, për Zotin. Ta i shkoj në xhamaj për veti, për Zotin. Për mu hiq. Ama ne pret mos paragjikoj. A mendon se ne muslimont e keq përdorim fen, religionin? Ja, nuk ndoshta e bëjnë, por nuk janë të vetëdijshëm. Janë budall. Një njeri shembull kur i thot, si ti tham unë, e donit, qitëm foto si falem e ne postoj. Po. Atë foton. Kum pat kritik. Më kanë thonë, po e ne taj ke qit me gjalin e vogël video, unë kum qit me gjalin e vogël video, e kum bo një bamirësi. Me folën e shtej drejt, e ne që jo zbon, se gjep një në dorë, tjetra mos ta shofe. Okej, ama jo ka konë një mesazh, që mund një mëshën e taj. Ama një mesazh, postoj çdo të premte foto të u falë, nuk është për mua një mesazh. Bone një herë, okej. Hoxha gjë hoxh ka thonë, është gjina dalish në foto e ne në xhamaj. Gjina është. Hoxha ka thonë. Po duhet të marrin telefonat të dera, dikush do të rri atje. Po vetë ta dije. Ashtu. Shembull. Atë kanë kritiku ai djali vogël e Roma, po? Ai djali vogël unë e kum njofton në Prizren. Po. E ne më duk si një vlla i vogël, një simpati, një pa sa nuk din gratë. Talla skafaj. Te ne di si thonë. Edhe serb me kanë. Te ne si thonë. Fëmijë gratë nuk di ai se çka ka ndodhur. Te ne si thonë. E bojnë të mëdhojt e han të voglit. Ashtu.
për fat keq. Po, E po. bojnë të mdhojt e ajnë të voglit. Ai colla skafaj. Une e pash në udh, e ne më kapi për qafet e ka, ti qene e bonëm si një serial, si një film, i dhëra mësende, i bjitë mësende, e ne kanë shku video shumë virale, ne kina bone normale, kina bo për ta pa njerëzit. Po. A normal, unë nuk jem qefi, Po. ama është e vërtet se ne njerëzit kanë kritiku, një tip shumë i duhet kritikat, ka kritiku dikush ka thonë e bëjsh për famë. Pa keq kuptim me famë kompatën e para, pa djalin. Po. Mos i vënshim me një madhësi, edhin, nuk kem me një madhësi. Sa ki 14 milion lajka, nuk Po. ki e vetëm prej gjallit. Po, jo, si kam. Ama si do qoftë, Ata në pizzeri, kur ama- pronava, dhe me së fanesh. ama thash, për njerëzit, sidomos të balkonit, për njerin, së mbojsh asë njeri ma erë. Ja. Ka te kije, hakat, te bone vlla për vetin, unë e kom bo për vetin, për shpertin tim, kështu që nuk s'm ka pegau kur gjo, e ne ato ofendimet, kritikat, ato mu veç ma shumë energji mapin. Kritikën e marr, ofendimin jo. Ja. Te s'mjef mu, te kujtim për që kom bo. Ama këtë temat e falmja e te bamirësia. Me shku ne te bamirësia, as Elvis Naçi, as Halil Kastrati nuk do t'i postojnë sendet. Ja. Ama i postojnë për t'ja kallëzau shembull Likit, Edonitit, që Liki ka dhënë 5 euro ta di ku ka shku parja. Po. Besimi. Se ne mu më kanë dhënë parë për djalin e vogël. E në une i kum postau ta di ku ka parja, shembull. A kupton? Ama më thash, Milaj Mzeka është gjeni. Është me shkollë, ka inteligjencë, IQ-n e ka 100, ama shumë sa shqiptarëve ofendojnë. Ja. Kjo qisto inat. Po. Shpium. Unë komendon për unë ka drejt. Pse kum lexoj komentaret me një kohë, komendon për Milaj Mzekën njëjtë. Ama kur e njoftova thash, okay, unë kum paragjikau. E ne njerëzit ne paragjikojmë. Ja. Është shumë gjë normale. Ashtu. Ne na të parët për paragjikau. As se njohim, as e ne historinë t'ja dim. Po. Shqiptari me pa shembull një femër ose një grua me një rok ose me si, kjo asajdare është. Kjo asajdare është. Po ku i dishte se asajdare pse gjina? Po. Hej, nuk e di, pe. Unë po thëmë kam pat rast para një kohë këto. Njani më tha ma kanë regullu shtëpinë katonat, jashtë, asa krejt, shu e kanë regullu Karajapi, e ky me dritare me krejt, po tha dimnit mardhifin fmit, edhe s'mandreqin malin, edhe merë keq. Thash, si be, okej, si mund të ndimoj une? Thash, a bon të ta blej une materialin krejt, që duhet për ta li shtëpian, e në ti, a mund gjesh punëtor, tha, dhe provoj. Ki provoj, por se nuk vishin punojnë pa pare, sa i se punon. Ama do ta kuptoj që nëse sot kërkush s'ka kohë të hupe dhe kërkush nuk mund të punoj pa pare. Po, edhe unë u detyrova tash e kontaktova një kompani që linë këtu. Thash sa mund të bëjnë një shtëpinë e filan fistekit, se ato e dishin kush, thanë 6.000 ku disa herë më kushtoj ke, krejt. Thash, okej, shkojnë e bënja. A pinë Amerikune. Dhe në këti gjallit të thash, e digji, mos më mërzit, unë dhe ta rregulloj krejt. Ama me një kusht, mos kallëzoa, mos dil të kafjat kallëzoj se Luanim ka ndimu, se mësaj të plipin e në qertë. jo qatë shumë që mos kallëzoa, po mos kallëzoa të lufta se së ndihëroj qertë. Te disi u bon i shtaj. A disi u bon, ki u bon si a i buri kur thot, mlini anonim, mos kallëzoni se mësi të thujnë, flamuri të kodi që. Edhe nuk e di njerëzit, se nuk më kanë lip qatë shumë. Por e kom po me gjithë qef, edhe... Me gjithë zemër. Pa. E ke bo për tajnë e për zotin. Ma shumë, ja be, për veti, se unë di na mirë, unë deva mirë që i ndimova për fëmijët ati edhe saj s'ka mundësi. Po, unë diva edhe mirë se me një telefonat i thot filani, thot, hej, unë e paguj këtë krejt, shka regulloja sa ma shpejt ati, ne e boni, tash, e di unë edhe aj edhe zoti. Besh pak telefon. Okej. Ojno, Ha, ne, gjibon. Jo. Nodri jam, Nodri. Nodri të ato katonartë, po. hajdi. Ku ka harve piktimve këto, din veç kështonja të mledhin këto. Po, në jina, si kina, qimërgji. Hajde të theri, hajde. Ajnë unë du, hajde. Onin unë du, hajde. Në qef nona. Bravo. Se në alën telefonin po me thonë të dua. Super. Këtë është më shumë, baba në nonën. Nonën. Baba në veç kur te pare. Ja, s'na ka thonë pare hiq.
Se ka qenë me rogë mësusit. Po ka marrë paret maja rogë mësusit? Jo, se ka patë shumë fëmijë. Sa fëmijë ka një? 4 djemë e 3 vajza. Si me kanë Kosovar, babe, se shumica Kosovarve pin 4 të rëmojë, ka një, ka di. Edhe maj me në Norvegji, ku më qëshin blej buk. Shka blej buk me nonën, sa buk ti marrë 4 buk. Ata në supermarket më thëshin... Ku shumë me bëgjë dhe buk, për dit, thash kemi fejast. Mardohet kushia. 4 buk. Ata ka e drejta në udushin 5, ose 6 buk. Man, vike marrë, unë një 4 i blesha. Kur të mpjaki që të resh në Odrija në Amerikë? Në Amerikë. Pse? Së më rajtë këto. A be këto vend linje, on qëfar Jo, ere? be, asë. Era kështonja për jashtë. Unë të vdes në New York. Pse? Se ajo më përqenë më shumë. E vorin ku të ta qojmë? Adje. Pse? Se adje kam fëmijët. Ja, be fëmijët, vend linja, ku ke linjë që atë do të kesh? Nuk vëros në këtu se këto ma hekin vorin, e vendosin. Këtë higjina gjithë. Ja, be. Si të vdes, më intereson kom të qajnë. Ama një me, seriozisht, kur të vdesish ke qef, të vdesish në New York. Se kom nuk e kam Se kemi mendo? Ja. Ama duhet mendoj të njerë më vdekje, se... Që mund dash jashtë në vdes këto. Vdesish, po. E qka da më qajnë në New York. Une i ham amaltaja që më akullaren, që të mas tollumat, baklavat. Po të jasë, Unë vish një amanet e kumlon, kur dë vdes, ju lutem, kur një tollum. mshili sajt, tollumat me vini të kraja, e në akullaret. Kuptoj. E në veç më ashteni tollumin në gjuhet. Pjak jemi ka patër merak radionat shumë. Radionat? Po, ja kena avu një radion me batari, kështu lifetime. E në atë radio të Qekroni. Muzike madhe të Radio bore. të Qekroni. Krejt të të vdek Si? E se pjak jemu disa vjetë para se me vdek, i kishit edhe të një vjetë kur ka vdek, u qaru prej diabetes. Diabetes, po. Se nuk në gjoj, se ki doktori s'merë vesht. E qutëm të një doktor në Prishtinë, për doktori Gjerman, ose spitali, ku e di, Amerikanë, gjike, diqka. A i pjak jemi thëke, a me qka të kompjuterin e vogël, të më kalzojsh mu, se unë jam të qaru. A i thëke, po, më si a ki këti e të qaru, njanin si hazër, tjetrin e ke për kërkun. Total shade. Dhe i ngrati u qaru. Dhe i theke, mos hamël sira, mos kësho, sa dolem prej spitalit, atje unë nisëm për të tofë, tha hinë këtu të benzinska mi blej një diakolore. Vlejem theke, pse di, për i natë doktorit. E një hangër diakolore, u qaru. Me i natë me doktorin, hajde. Shku të doktor? Pa hi një vlajnë në benzinsk, ki pjakim thot, unë e di se i kom po disa vjetë, shtaj mu më hatë akullore, a i më thot mos hase të qarosh, po nëse të qarona, unë akullore do. Edhe një natë, ka dal jashtë të shpia këtu, kurse e ka shti, se qarë, a qaru, kurse e ka shti kabelin në radion, me kaseta, kishe old school, Heavy D in the middle. E ka shti kasetën, ka shu lodrat, si kishe merak lodra shumë. Edhe muzika në havan ditë natës. E në në stemi i del gjumbi. E bon, hey! Gjitha i vit kije! Ajo thot, nalja zonin, me kupa jom! Me kupa? Ajo, po ma kupat, shtajnë e telin, e kam shtaj! Ja. Po, dva qitë e gjumin, nuk më interesuan! Edhe, se ka shti i telin hiq, muzika në havan, pek natës, krejt kushit me ndenë se kush ka një zdarsëm. E ishe asa tipi aj. Të u boni si aj, jenë takau një Kosovarë të varë, e në kanë koncert. E shkumbin Ismaili. Po, e kam shok. Unë jam në Bindem, e ki pa video në Bindem. Po, e pash. Jam në video në ati. E në kanë shku në Kosovë, e në i gjibi sintit me një Kosovarë. Në i thot, Kosovarë me të të varin se në miren vesh. A i thot zvushnikat. Kjo vlot gjobe zvushnik. Ato speaker gjënë, zvushnikat. S'miren vesh. Kosovarë, ta i dusha jo, se unë dajsh ti kom Kosovë? Ja, nuk kam kundër kur kujt. Jo, është një para kamerave të zgjë kundër. Ja. Vetëm para se me taku Rehanën, në ne jemi më thëke të lutëm Edoniti më banë në dy Kosovarë këtu janë. Së ratin të të vashaf. Regjia E në Kosovarë, se qarë Kosovarë be ju i një Dardan, mos të një Kosova se Serbo është Kosova. A di gjë në Kosovarë, nëse, qëra, lufta kura kanë Kosovarë kanë kanë shumica, Macedoni. Po dhe, ka pat... E në Kosovarë të në shumë falenderus. Nuk u dalë zotë. Ama e di se kanë lipë për këtys, krejt, kur kanë artë.
Po ai gjibona e marr, gjibona e mirë, edhe normal. Janë marrë vesh. Ama në lufta kur apo në Maqedoni, Uaj Kosovarët sa kanë kajc. shku. Sa kajc. Në lufta kur apo në Maqedoni, tetovarët kanë shku në Kosovë. E në shumë i kanë prit mirë, ekstrem. Ajo shqiptarët janë përgjithësi ashtu. Na shqiptarët e kemi vishë një të keqe, inshallah nuk na nojnë, na nuk e mbështetëm njëri tjetrin, na pak i na çor. Janë. Pse kamrojnë Liki, pse kamrojnë Doniti, ja. pse ha? A është e vërtet ajo? Unë nuk e kam ato, unë jam kështu shumë pro sidomos shqiptarëve, ndoshta Nuk pse thash jam keq, jashtë. nuk thash keq. Ja. Ka njerëzi, thash, Po, janë ashtu. Janë ky. ama sidomos Ballkani që është. Ashtu. Ballkani, përgjithësi nuk them se shqiptar, se duhet ta dallojmë, mos mendojnë njerëzit se thym shqiptarët janë të këqij. Çella puna të shqiptarët, shqiptari është punëtor. Këtë këqija ti kina ma punëtor. Shqiptari universal. E ke pa të shqiptari, si kuron rap. Rap i thënë tetovar që kerit. Hyp në kerr, më fal shprehje, një gisht e kanë hun. Këtu cigaren, telefonin, kerit i gron edhe krojnë për jashtë. Shqiptar universal. Gjermani si ta merr vollonin as në gjatë, as në majtë. Drejt. Ja, nein, Ja, nein, bitte. Dënalit një boj, ja, a shqiptari hyq, pes pare nuk i jep. I pëqyr punë të huja, ketë, universal. E ka ishin se ve. Ka ishin. Që ka ishin. Kur i kumë thonë një shqiptari, të nuk është që ka ishin, thamë, fala, qenë po do kama? Ata nuk lidhet shqiptari. A në aeroplan kur i pën, ajo e këtëri, please, stewardess ka gjena guha leshi, ka dalë. Ja, aj. Na, ish Albanien. Unë shqiptar, unë kërtem s'pëllim për idhem këtu. Nein. Shqiptari. Po, një PM kur për Norvegji e kisha ardhë, ka hip në taksi, i ngrati, hakat lidhet, tha, si unë gjita me taksistin, kem të urjaf, aj, hiq ka ishin, kështë të, jam, për Norvegji e mo, kalin Norvegji. E në ato që shonë, ama ma para shqiptarët, ma para, për 20 vjetë, një me se kanë marë, ka ishin, ama sot, Kanë fillu, po. Pak ma europian, kanë slidin, ose për mas, ma kollaj. E ti vish mu e pi. Pa, to. Atë pi deshaje, me non, me bab. Po vini vëlla ka ishin? Nëse jemi e bën ashtu, e ve mas. Ato, pse, ama e ngrata, thot, pse unë du të shkoj mas të fmit, ata në kohën. A mo bo sudar mësej? Shkoj nausja. Shkoj nausja, kukulele. Me të luani i vej, hejve, ku dhe gjej tjetër. Me nëzajt e gjejta në shkup. Në me thë këtë dhe shkojnë pare. Ditën e sotit a bo në zorë gjosh nause? Po be, Valla. Po kjo s'ka ditë se kush jam, se me kanë s'dhe mirë ke. E paska dënohë zotin, ose... Po. Ja, bëja, shqit lumë të rini, inshallah, Po. veç me të mejra. Ama ditën e sotit, a bo në zorë, gjosh një cos të mejrë. A rëntën e për mashklit edhe për femnat. Ama është e vërtet, se a bo ma rënt për mashklit. Femnat pak janë tralala. Se mashklit mendoj duhet të kenë punë, duhet të kenë vetur, duhet të kenë... Ama ditën e sotit ma shumë punën femnat sa Po mashklit. normal. Qfar vaket kina artë? Para më në qfar vaket kina artë? Ma shumë punën gratë sa burat. Po qa? Buri fjen. Ham të shpaja. Unë kom artë... Bemi qërapët, gjoj me këto burat e sotit, bemi qërapët. E bur. Një bur që ngrojnë sabah. E në shtratin e vetë, nuk e bunë si duhet, nuk ka bur. Ashtu. Suksesi fullon... Që shumë, thot Gjermani. E vërtet. Po, që po thamë i grupe mi qërapët... Nëse jemi punon, në Shkup, ka në call center, unë i ruj fmit. E te dhe më thënë jam burec. Te je burec. Po, unë jam burec. Hajde për herë, bërë gjë pranove. Luan bureci. Një burë. Burë do t'jesht ta pranojsh. Unë e të falenderojmë shumë, se bënëm pak shaka, bënëm pak spontanitet. Pa keq kuptime, veç qaka, po në do fjallë gjithash, i thash pizemre sa është e vërtet. Sidomos për burat e sodi, që s'janë më bura. Janë bureca. Përveç mu, unë jam burë, këto s'janë kur njoni. Se sa shi martu. Po, si do qa falimderi qam, respekt për Lonin. Ku je të shku? Shkova ta blej një dru, kështu trenafil një dit, këtu në përshefës edhe fosha me Rehanin në telefon, FaceTime, a e thëke, ja ka, pse nuk e marna kështu, ma të vogël trenafilin, e një thash ati, a bon ta marrë nausën me vetin një ditë, se nuk du të përlena, ma se me marrë këtë, të thëta, pse ata, pse këtë. Tha, bravo, që shtu duhet, miro vesh me nausën dhe mek. Tha se ka do njerëz këtu, do bura, tha mahan as gana, unë se pajti nausën, a ku shkojnë shpaj. Ajo nuk është ashtu, du të thëmë për sfund të herë, për me aqu ma herë, me një lidhje, me një martes, duhet një me
komunikojsh. Duhet hash i tek. Po, ha qitek. Ama ki pse ha vet për ditë qitek, kujtoni që burrat tjerë han qitek. Ki shumë hajka qitek e thotin flamura e qitek, para mendoj. Unë mendoj me gruan ose burrë gruaja duhet të kenë marrëveshje. Po. Ma para burrat kur i qëlloshin fëmijët, unë nuk jam gruaj, jam burr. Po gruaja sot punon, ta i qëllosh sallë, shumë gjë normale. E në një burr që se merr natën menstruin shpaj, fshoj nuk ka burr. Ja, unë fshi, ama menstruj. Jo te robote që i shojën, kur vjen kurrëzon. Shtaj dhe e blejna një prej Teslas, që i kanë qitë që të robotat të ri. Në si calin katë ka një robot. Kërë shovish Elon Musk tonë. Ej, faleminderit shumë. Ku i të shku? Shkuj se i kam të po. Efkati nona do të shkuj. E pare zi ka thonë në vete, hajde ma filhal. U talt kene të kalzoje sa në podcast. Me më therë gruja, kështu shkua më kur më therë nona pak ma frej. Nona, ma ka bua groshën. Po, e kje mera grosha. Buke grosh, veget, lumëturi. Unë e knaqna me grosh, po do të bëj kur janë këto në shtëpi se as Besa nuk e do njerën, as Rehani nuk e du njerën e groshës kërti. Edhe punë e zi tajnës. Kur e di se janë jashtë e zi, e ne majnë frigider për një javë. E ne në tavë. Knaqesh. Tavë me margarin, me marë buk të unë. Ama këtë groshën në Amerikë se kjetë e varja gje, këtë kje këta. A gje më varë s'ki e grosh. A di sa Meksikan ka në New York, ato grosh hanë. Jove. Po normal. Unë me grosh u rejta, qaj flamur. Faleminderit shumë. E faleminderit. Mëra, zotit ruj. Suksese. Shumë faleminderit në to. Inshallah. Herën tjetër shef na prap. Shif na kur të martohesh dhe bëjna një podcast atëherë. Jo, më ofshan uven kur martohem. Faleminderit.